Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur, me ecuri, që ndjehen në shpirt dhe realizima që mbesin si hapat të një ndërtese që çdo ditë lartohet në shpirt. Platforma ndërkombëtare e projekteve ESEP e Twinning i ka frymëzuar për të përfshirë në hapësirën e tyre të formimit shkollor nxënësit në mundësi kreative dhe praktike në realizimin e shumë projekteve. Mësues që janë përfshirë në këtë platformë ndërkombëtare natyrisht kanë emërues të përbashkët pasionin dhe përkushtimin, që nuk e masin me metrikën e 45 minutë të orës mësimit. Jo, përtej saj ata ndërtojnë tek nxënësit ecuri të bukura praktike dhe kreative në projektet e përfshira. Unë sot në studio jam me 2 prej tyre dhe nxënësit pjesëmarrës në këto projekte. Me mua sot në studio është Manjola Ceka, mësuese, por edhe drejtuese e shkollës, drejtore e shkollës 9-vjeçare Kosmaç. Mirëmëngjes Manjol, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Së bashku me ne, nuk është hera e parë që kam në studio mësuesen e shkollës 9-vjeçare Pashkovasa, Ardiana Marku. Mirëmëngjes, Zysha Ardiana, mirë se erdhët. Ju keni ardhur së bashku me 2 nxënësit tuaja, Olivia Vavac dhe Claudia Rethaj. Mirëmëngjes. Kur përmendet e Twinning, më duket se tek ju ka një shkëlqim sysh. Po, ka një buzëqeshje sepse çdo gjë është e bukur, është edhe që ndërton hap pas hapi kështu. Po, ndjehemi krenar që jemi pjesë e një programi digital si e Twinning. Sa bukur e përcaktojnë nxënësit, sepse çdo gjë është tek ta puna e tyre. Tek puna e tyre. Ne jemi vetëm dirigjentë. Jo, po ju jeni frymëzuesit, sepse të formosh skuadra të tilla që kanë frymëzim këto projekte, nuk është e lehtë, por është edhe shumë e bukur, edhe sfiduese. Kohët e fundit jeni vlerësuar edhe herë të tjera, por kohët e fundit jeni vlerësuar me certifikata nga kjo platformë ndërkombëtare, por edhe kombëtare. Çfarë do të thotë për ju? Në të vërtetë këto lloj vlerësimesh vijnë nga një punë disa mujore, ku kjo punë mbështetet më tepër tek nxënësit tanë dhe në bashkëpunimin dhe mbështetjen shumë pozitive të prindërve. Është një bashkëpunim trekëndësh, që do të thotë prindër, nxënës dhe mësues, ku secili prej tyre jep pjesën e vet, ama mësuesi më tepër është një dirigjent, siç e tha dhe kolegja, mikja ime. Nxënësit e bëjnë gjithë punën, por nxënësit e bëjnë punën atëherë kur ato e marrin me pasion, me dëshirë, dhe japin me të mirën e mundshme tyre. Po, të dezësh zjarrin e pasionit të një pune të bukur që i frymëzon, është diçka mbreslanse, apo jo? Sado që të kalojnë vitet, këto nxënëse do marrin drejtimet e tyre në jetë, por këto pjesëmarrje besojnë u do t'i harrojnë asnjëherë. Është e vërtetë që them që un kam të 10 vite që jam në Twinning, domethënë kam kaluar breza të nxënësish, edhe jam mundu me i frymëzu për me punu me këto projekte, edhe ne për Twinning kena përfituar shumë, domethënë edhe unë si mësuese kam përfituar, jam rritur profesionalisht, por edhe nxënësit e shikojnë tash mësimin jo vetëm teori, por edhe në praktik. Do thonë, jo vetëm mësim teori në 45 minutë e orës mësimit, por edhe jashtë saj në bashkëpunim me bashkëmoshatarët e tyre, këto punojnë edhe në gjuhën angleze, do thonë përfitojnë kompetencat. Kanë disa lloje kompetencash, kompetencën digjitale, sepse punojnë në platforma të ndryshme, në toolsa të ndryshme, si i thojnë, metoda të ndryshme digjitale. Edhe më mirë do t'i tregojnë në vetë këta.
por bashkëpunim kam gjetur edhe tek prindë, siç tha shoqja, edhe tek drejtoria, edhe tek kolegët. Se pa bashkëpunimin e kolegëve, asnjë gjë nuk do të kisha arritur në këto suksese që kam arritur deri tash. Por është edhe sfidë alo që domethënë përveç krenarisë kam edhe domethënë përgjegjësi më të madhe me punu edhe më shumë që mos ta uli këtë standardin e fitimeve ndërkombëtare. Kjo është një ecuri mbreslance. Domethënë më motivon me punu më shumë. Dhe kjo nuk lidhet as pak me një detyrim të përcaktuar që ju keni në kontratën e punës. As pak. Vetëm një frymëzim, vetëm pasioni. Frymëzimi që edhe nxënësit kërkojnë, pastaj edhe unë normal që do t'i ndihmoj, do t'i frymëzoj, edhe do të punoj me ta. Do t'i udhëheq në punimin e tyre e këtyre projekteve. Është jashtëzakonshme, të kesh mësues të tillë që të frymëzojnë, që mësimin teorik ta kthesh në praktik dhe të ndjesh së afërmi vlerat e këtij mësimi. Besoj se ka qenë një nxitje fillestare kur ju keni hedh hapin e parë dhe për të vazhduar më tej në vite, sepse kjo është një praktik jo krejt e re tek ju. Shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Unë personalisht kam marrë shtys nga një mikeshe përbashkët, Lindita Lohja. E përshëndesim. Dhe me thënë drejtën aty unë kam marrë motivimin e parë, ku më regjistroj, më ndihmoj shumë, dhe në momentin domethënë që unë kam hyrë në këtë platformë, isha absolutisht nuk isha asnjë lloj njohjet nga ana digjitale, në realitetin, dhe por unë ngritme profesionalisht shumë. Kjo platformë na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Dhe unë jam shumë mirënjohëse, ta them sinqerisht, si fillim Linditës, me pas edhe kolegëve të tjerë që na ka ndihmuar në mënyrë absolute, bashkëpunime me njëri tjetrin. Normalisht është edhe një grup që nuk del asnjëherë në pa, por në vërtet janë ambasadorët e Shqipërisë e Twinning, me në krye edhe Ornila Kolekën, e cila në mënyra të ndryshme, në momente të ndryshme, na jep mundësinë që ne të shfaqim çdo mendim, ide, po pse jo edhe projekte të ndryshme, bashkëpunime. Dhe gjitha kjo është vullnetare. Dhe na bëjnë edhe trajnime. Domethënë falas na ndihmojnë në shumë metoda të ndryshme mi përdor, si të jemi sa më kreativ, sa më motivues me nxënësit. Kjo është. Domethënë kemi arritje profesionale prej këtij ambasadorëve dhe prej Ornelës. Mendoj se mësuesit shqiptar janë shumë punëtor. Dhe në momente që ne bashkëpunojmë me mësuesit e huaj, ato mbesin shumë të habitur nga puna që bëjmë. Ndoshta na gjisin në nivele shumë të larta dhe ju vlerëson. Absolutisht po, dhe ta them sinqerisht që na ndjena shumë krenar. Shumë krenar për punën, jo vetëm si individ, por si shoqëri. Është një histori motivuese që ju bashkon vetëm me qëllimin e mirë të rritjes profesionale. Që ishte 10 vite, domethënë nuk është pak. Kurse unë jam në qysh në 2017-2018 dhe ta them sinqerisht që kam një ndryshim shumë të madh në krahasim si kam qenë në fillim. Dhe sfida juaj është sepse ju keni punuar dhe vazhdoni të punoni në fshat. Në shkolla të ndryshme, me sa di? Kam punu me vite, po thuj se 25 vite në një shkollë fshatit, në shkollën Prekcali, në atë kohë Prekcali, në fshatin e ri, komuna Bushet në atë kohë, sot vazhdojnë në Zëva Valdez, po. Dhe aty e kam filluar në vërtetën historinë, po thona, historinë e Twinning. Dhe në momente që fëmijët kishin orët e projektit, ato ishin po fluturoshin. Dhe puna atyre ishte mrekullueshme.
se kur bëhet një punë me dashuri, me përkushtim, ajo del edhe më bukur. Dhe përkrahja absolutisht e prindve, sepse në projekte nuk përfshihen vetëm fëmijët, por përfshihen edhe prind, se varet edhe tek tematika. Se unë jam me profilit të arsimit fillor dhe kam prek tematika të ndryshme, në tema të ndryshme në projekte me shtete të ndryshme, ku mund të kenë për shembull edhe familja ime. Dhe absolutisht është përshti. Ose ka qenë një ndër projektet e pare për mu, që aty domethënë kam dhënë shpirtin si pare. Ka qenë matematika në stacione. Matematika në stacione, unë kisha me, thëmë, që thojnë këta, si është kjo? Ju e zgjodhët vetë projektin? Jo, në të vërtet, në momentin që u regjistruam, aty, ishte edhe se ka disa rubrika, opsione në platformën e Twinning, dhe ti mundesh mu regjistru në grupin me u përshi, në grupin e mësusave, në profilin ta. Dhe aty unë u përshiva, por aty më zgollën vetë ata, sepse qojnë ftesë vetë. Dhe ta them sinqerisht, qojnë ftesë, a do me marrë pjesë të A do me marrë pjesë? Qarë komunikimi, a? Me huje, jo nëzit këtë komunikim, ju je besim. Dhe ishte projekti i parë, jeme, ku më ka një mu shumë Lindita, dhe janë edhe disa foto që na jena duke vu këto bankarta, jena duke i vu këtë një ndër projektet e më vonë qa ku jena duke i vu tek stacioni e autobusit, pikërisht tek biblioteka. Dhe janë nalë shumë prind, janë nalë shumë njerëz, dhe me dhanë shpjegim ku matematika për fëmijë nuk do të thot vetëm matematik në libra, por një matematiku e cila mbështetet edhe në praktika të jetës përditshme, ose në vizatime, sepse fëmijët i kapin gjanat më tepër në praktik, në lojra, se sa në teori. E vërtet. Dhe ajo ishte i pare. Ju vlerësuat? Absolutisht, ishte i pare ku vlerësova, këto janë disa prej vlerësimeve, po. Po, tek fotoja aty ku janë një herë foton e më parshme. Po. Këtu janë fëmijët e parë ku unë kam bë projektin shqiptar, ishte një ndër projekte shqiptare, ndër të parët edhe kë, të mbjedhim një pemë dhe të falim paqe. Dhe ne kemi mbjedhur një pemë në oborrin e shkollës, dhe i kena vendosur edhe një numër, ku ishte bashkëpunimi i disa shteteve, por një mrekulli. Është prapa jo pemë, e ujitur, e lartësuar, Po, më nëse po të është, unë kam të shi vjetë e gjysh, por absolutisht po. Gja shumë e bukur. Besoj se këto janë stacionet paharrueshme, apo jo mësuese Ardiana, sepse ju jeni sot e përforcuar edhe nga dy nxënësit tuaja të shkollës Pashkovasa. E përshëndesim edhe drejtoren e shkollës, e cila është gjithmonë mbështetëse. Po, na përkrahashon me projektet edhe në idetë që i japim. Patjetër që ju keni histori me projektet, apo jo Olivia dhe Claudia? Po. Atëherë ne kemi fituar me 4 tema projekti. Një ndërta po flasin ato nxënëse. Po flasin vetëm për simjet. Po jo punën e 10 viteve. Një ndërta i cili është më interesanti është Traveling without passport in the world of e-twinning. Pra të udhëtojmë pa pasaport në botën e e-twinning. Ky ka qenë një projekt ku kanë marrë pjesë 36 shtete, ndërta 45 mësues edhe 264 nxënës. Po si frymëzuat ju të gjithë 36 shtete? Na kanë bërë ftesën faktikisht te ky projekt, na kanë bërë ftesën të hujt. Pranoni me punu me ne me këtë temë projektit, e kam diskutuar me fëmijët, si thoni, a jena të gatshëm me punu, këta me gjithë kënaqësinë e madhe, po. Se ju pëlqej edhe si Pse u pëlqeu kjo temë të udhtojmë pa pasaport? Sepse si fillim ishte një temë interesante si koncept fillimtar. Me një kulturat e shteteve të ndryshme.
Pastaj kur kemi hyrë aty, kemi hyrë me avatarët ton, me programin Padlet, I cili ka qenë një mur digital, që ne kemi krijuar avatarin me fytyrë avatarin, me fytyrë me një kukull. Për me rujt privatësinë e fëmijëve gjithmonë. Dhe cilësitë tona aty më poshtë. Ne nga ky projekt kemi bërë edhe online meeting and student meeting, cilat kanë qenë ne kemi folur domethënë online me ta. Keni bashkëpunuar domethënë. Dhe kemi paraqitur idetë tona dhe kemi marrë frymëzim dhe kemi punuar gjithë së bashku. Pasi kjo është pjesa më e rëndësishme e bashkëpunimit dhe duhet ta theksojmë sa më shumë. Bravo. Keni arritur që ti përfshini dhe ti bëni personazhe të këtyre produkteve përfundimtare me një pjesëmarrje kaq të gjatë apo jo? Mësuese Ardiana. Edhe në këto projekte na kena edhe një produkt. Do thënë gjithmonë projektin duhet me pas produktin, para jo vetëm në teori, para jo vetëm bashkëpunim idesh, por edhe produktin në fund që ka qenë një libër digital në çdo faqe, që ndoshta nuk u paraqit te fotot ose më kaloja nuk e vuna re. Te çdo faqe kena pas një shtet të caktuar ku kena pas veshjet popullore të tradicionale të atij shtetit, ushqimin tradicional, muzikën, edhe pamjet, edhe vendet më turistike të aty në shteteve. Pra na kena studiu për çdo shtet. Kena ndarë në skuadra, një mësuese ka pas disa nxënës. Unë kam pas vetëm një nxënës shkollës tonë, shtetit tonë domethënë, edhe nxënësit e tjerë në skuadër kanë qenë prej grupit kanë qenë prej shteteve të ndryshme, si 36 shtete. Po ti Claudia, për cilin shtet ke punu? Për Francën. Për Francën. Olivia? Janë fotot aty të paraqituna. Shkolla jonë ka pas Francën. Pra kemi treguar disa cilësi të Francës. Ndërsa mësuese Ardiana ka punu me një skuadër tjetër jashtë Shqipërisë. Kena pas Greqin. Është diçka në cilë mësuese të cilë shtetit i takon. Kjo do të thotë që ju keni një bashkëpunim të mrekullueshëm me mësues për te kufive tanë. Po, vërtetë. Nuk është e lehtë 36 shtete marrë vesh me punu së bashku, me ndaj idetë, na takohna në Zoom dhe për çdo muaj, do të thonë flasim se çfarë nën temet ose çfarë veprimtarie do të bëjmë këtë muaj, pra çfarë detyrash do të kena. Edhe diskutojmë me ta. Do të thënë edhe bashkëpunimi, por edhe na mëson edhe me fol gjuhën angleze edhe më mirë, kompetenca të shtume të mësuesve tanë. Secili jep ide se ata bëjmë me një këtë metodë digjitale, dikush me një metodë tjetër, do të thënë edhe bëhet një grup platformash të ndryshme që do t'i përdorin secila skuadër. Edhe çdo skuadër ka fëmijë prej shkollave të ndryshme, prej vendeve të ndryshme. Jo vetëm prej Shqipërisë. Çfarë hapësire e jashtëzakonshme. Projekti i parë që keni realizuar, sepse ai hapi i parë gjithmonë mbahet mend, Ardiana. Hapi i parë, do të thënë projekti i parë që kam bërë në fillim ka qenë për kujdesin për mjedisin, që u lidh edhe me landën teme, sepse çojnë ftesa edhe mësues. Ju jeni biologjistë dhe kimistë. Po, edhe kimistë. Çojnë edhe tema si i diskutojmë me fëmijët, por nuk ju duket e përshtatshme, edhe unë shoh nganjëherë se është e përshtatshme, i tham faleminderit për ftesën, por i kam nxënësit në një temë tjetër projekti. Dhe ju e zgjedhni, Edhe zgjedhni ku është ajo temë që më duket mua më e përshtatshme, më sa dhe ja paraqes nxënësve. Po. Dhe ju keni pasur një temë për mjedisin, por ai bloku i libri juaj i projekteve është në shumë faqe, me shumë 10 vite sa projekte të kena. Shumë projekte, Do thonë brenda një viti shkollor ju mund të ndërtoni në revista. Ka botime tek revista, për shembull këtu është Manjola që ka paraqit një projekt. Këtu është eksperienca jeme për projektin ku kam marrë çmimin e parë rang kombëtar për Shqipërinë. Është që lidhet me matematikën. Këtu në fakt kam qenë bashkëthemeluese me një zoj turke dhe thjesht kam dhënë eksperiencën time në këtë revistë.
Ata që po na ndjekin mund të thonë, po çan të mësues moj ti çojmë edhe ne fëmijët. Por ka shumë gjaja mësues më kryesore është kur gjanet i bën me zemër. Me zemër. Ndërsa te faqja tjetër është projekti im, është i paraqitur edhe shqip edhe në gjuhën angleze. Po, edhe kena bërë me disa shtete edhe këtu kam kënë bashkëthemeluese, siguri bashkëthemeluese ta vlerësojnë më shumë punën. E kuptoj. Sepse je koordinuese, domethënë, bashkë me një mësuese të shtetit tjetër. Ju keni pasur edhe qasje të drejt për drejt, a keni udhëtuar dhe në shtete edhe në vende të ndryshme? Kena qenë me nxënës në Rumani, në Bukuresht, edhe të një shkollë atje, kanë edhe Lindita, Lohja, se thamë është ambasadorja e Twinning për Shkodrën, edhe Zue Gjoklaj, që është kolege me mua në shkollën time Pashkovasa. Atje kena shku me nxënësit edhe kena bë, domethënë, takim edhe me mësuesit, edhe nxënësit me nxënësit. Edhe kena nejt 5 ditë atje, ata na kanë shëtit, na kanë paraqit, domethënë, kulturën e shtetit të tyre, edhe në shkollë se si bajnë mësimet e klasat e tonë, edhe fëmijët kanë komunikuar me njëri tjetrin. Domethënë, kena bë, domethënë, binjakzim me shkolla të huaja. Po, të huaj kanë ardhur në Shqipëri, keni prit? Patjetër, bëjmë shumë herë e Twinning shqiptar bën konferenca, të cilët vijnë nga shtete të ndryshme, ashtu si shkojmë edhe ne. Dhe bëhen konferenca ku krijohen bashkëpunime shumë të mira dhe shumë bukura ndërmjet shteteve dhe krijohen edhe projekte brenda për brenda aty në ditëve të konferencave. Dhe ka shkëmbim eksperjencash absolutisht të bukura. Dhe kjo është herë në Shqipëri, herë në shtete të ndryshme, edhe unë si Diana kam qenë para 2 viteve në Salzburg të Austrisë dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Shumë e bukur, shkëmbimi eksperiencave me mësuesa dhe bashkëpunimi, edhe pse janë në gjuhë të ndryshme, ama mësuesit e gjejnë gjuhën e përbashkët. Vërtet. Keni fituar edhe shumë çmime. Ja, unë shoh Manjolën që ka disa me vete, patjetër edhe Ardiana, apo jo, gjithë këto vite. Gjithë të vite, po nuk janë vite që shtyjnë kalendarin, janë vite që fluturojnë me frymëzim pune. Dhe një ndër çmimet është edhe shkolla e Twinning, është hera e tretë që e fitoj. Shkolla Pashkovasa. Po edhe vlerësimi është për komunitetit europian, shifet puna gjatë vitit, edhe ato të vlerësojnë. Po kështu edhe Manjola. Unë në vërtet të shkolla jeme nuk kam aplikuar asnjëherë për etiketë kombëtare të shkollës e Twinning, por e keni fituar. Nuk kam aplikuar asnjëherë, të them drejtën, por është shumë e bukur. Është shumë e bukur sepse shoh që këto lloj eksperiencas na japin frymëzim për me vazhdu për te mësimdhënies. Për te mësimdhënies. Vetëm mësuesit që kanë mund ta ketë taku dhe jam shumë e bindur që jo vetëm për mësimdhënien, se ne mësuesit nuk kemi një orë të caktuar në shkollë. Lënë madhe në shtëpi. Dhe na vazhdojmë edhe në shtëpi. Problemet e shkollës edhe të gjitha aktivitetet e shkollës vazhdojnë edhe në shtëpi. Dhe ma besoj jo herë, po shumë herë, mendoj se edhe Diani ka taku me vazhdu deri në orën 4 të mëngjesit. Këto janë ato ditët që ju aplikoni dhe që shpalosin më së miri pasionin, përkushtimin, seriozitetin, besimin që keni fituar në vetë dhe ja keni dhënë të tjerëve, por mbi të gjitha kompetencat e mrekullueshme në gjuhën angleze dhe në digjitale janë shumë. Edhe të nxënit në mënyrë kreative, jo vetëm me mësim teorik. Po t'jenë sa më kreativ nxënësit. Do thonë mundohna mi motivu, mi frymëzu. Janë ato ditët që ju aplikoni, që janë ditë të ngullura, me orë të tana. Se do të paraqitet se nuk bën me lënë për gjysë. Dhe është puna disa muajve. Po do të paraqitet punën e ton vitit. Dhe më thonë 8 muajve, 9 muajve shkollë, gjatë punës që kanë bërë fëmijët me projekte, do të paraqisim çdo gjë.
çdo aktivitet, në çdo aspekt. Ndryshe nuk vlerësohet, se do ta shohin, do ta kontrollojnë komuniteti evropian, aty e kontrollojnë se nuk na kontrollojnë punën që kena bën në shkollën në shtëpi. Pa aty çfarë pasqyrojmë. Por edhe në qytetin tonë, edhe në Shqipëri, mësuest janë pasionante, punojnë, por i bëjnë ato projekte, i marrin në përrafta. Më mirë, edhe unë, domethënë, i inkurajoj që të regjistrohen tek platforma e Twinning SEP, edhe projektet e tyre t'i pasqyrojnë edhe t'i ndajnë njohuritë edhe veprimtaritë e tyre në këtë platformë bashkë me kolegët e tjerë të shteteve të tjera. Pra ta reklamojnë punën e tyre, mos ta marrin në përrafta. Kjo ishte ajo që thamë në fillim që mësuesat e shteteve të ndryshme u habitnin me punën tonë. Po në vërtet ky është problemi jonë, sepse punojmë shumë, por nuk i sistemojmë në disa rafte. Se e-twinning është në Europë është 20 vjet. Belesimit ka festuar 20 vjetorin, ku ishim në pjesëmarrëse në festën 20 vjetorit, pra kishte diklinin e 20, ndërsa na kemi 10 vite. Për një të shtetet e huaja kur na kanë pa ne janë habit që kanë thënë këta janë fillesat edhe fillesat e tyre dhe me kanë kaq punëtor, kaq bukur me punu, me kaq përkushtim, ato domethënë ishte një habi për ta. Një mrekulli. E këto nxënës që kanë përfituar, kanë theksuar kompetencat e tyre edhe në gjuhën angleze, edhe në digjitale, do të thotë që kanë ndërtuar mbi këto njohuri kreativitetin dhe pasionin e tyre, apo? Po. Në fakt se shumë njerëz thonë po këto thjesht kanë marrë pjesë dhe çka kanë fituar, jo në fakt. Ne duke folur, duke komunikuar me ta, ne kemi përmirësuar edhe gjuhën angleze, pasi është vetëm një mënyrë që i marr vesh edhe kemi komuniku me ta. Edhe nga ana tjetër gjuha digjitale që kemi përmirësuar teknologjinë tonë kompjuterike. Përveç kompetenca dhe arktohen, që këta kur bajmë në Zoomin tanë fëmijët, domethënë, jo vetëm fëmijët e shkollës tonë së Shqipërisë, por me tanë shteteve, hyjmë në Zoom edhe bajmë në fillim për mja hekat stresin ose sikletin që kanë për me thanë idetë e tyne. Se edhe këtyne ju marrim idetë mendimet, jo vetëm mësues takohen në Zoom, por edhe fëmijët, po të drejtuar edhe me mësuesit e tyre normal, edhe bëjmë lojën Kahoot, marrin pjesë tek lojrat e herë, por lidh edhe pyetjet aty tek Kahooti janë quizet, janë pyetjet prej projektit. Do thënë rregullat e projektit ose të gjitha të mirë menduara. Edhe kur është diçka organizuese është në fillim takohen në mësues, ndajmë idetë e mendimet, edhe pastaj i fusim në Zoom një ditë tjetër edhe sot është një pyetje gati absurde të mendosh ja të fshatit, jo të qytetit, por duke qenë edhe më të vegjël, natyrisht sfida është më e madhe, apo jo? Është vërtet që sfida është më e madhe, pavarësisht se unë theksova dhe më përpara, profili i ciklit të ulët më lejon është më i hapur, me thënë drejtën, edhe nuk ka se si varza që gjithkohen komunikojnë, por ne ma tepër komunikojmë me anë të punimeve, edhe pse jemi në takime Zoomit, dhe për shembull se cikli ult nuk mund të hinë me ba apo na quizet e gjuhën angleze kaq mirë sa. E dyta nga ana digjitale janë të vegjël. Flasim realitetin. Prandaj edhe në platformë janë të ndame grupe, në grup mosha, edhe në profile. Sepse si mas profilit, si mas grup moshës bëhen edhe aktivitetet. Pra në një projekt nuk mund të fusim nxënësit e fillorës dhe nxënësit e çdo gjë është mirë menduar, por që ka një efekt jashtëzakonshëm tek të gjithë pjesëmarrësit. Apo jo? Do të përfitojmë tonë. Jo vetëm nxënësit. Edhe në faktikisht në çfarë klase jeti Klaudia? Klasën 9. Edhe Olelia? Tash ti ky është viti i fundit me e-twinning. Duhet të punu me nxënës për një regjistrim. Patjetër që këto janë gjurmë dhe kujtime që nuk shlyhen, apo jo? Edhe ju keni fituar diçka shumë të veçantë. Po, patjetër që kjo si të them, kjo përvojë që kemi marrë nga programi e-twinning ka për na shërbyer edhe në vazhdim. Në gjimnaz, në shkollën e lartë,
Cili është projekti më mbreslënës që nuk e harron asnjëherë Klaudia, ose ndjesia që ke pasur gjatë kësaj pjesëmarrje? Udhtimi pa pasaport. Udhtimi pa pasaport. Udhtimi imagjinar në shtetet e ndryshme. Ja, pra sa gjë. Projekt që lidhet me shumë çka. Një temë jashtëzakonisht e bukur. Një temë jashtëzakonisht e vërtetë. Shumë lama atë. Është ndërkurrikular. Ti ke marrë Francë, ju keni marrë si skuadër Francën, keni shkuar ndonjëherë për vizitë atje apo çdo gjë është imagjinare. Mirë, gjithsesi bota është e hapur, mundësitë janë të shumta. Keni tashmë 8-10 vite, 8 ose 10 ose 10 vite. Diçka e tillë, është një udhtim që do ta përcaktoni plot sfida, i bukur, apo kemi hyrë tashmë? Jo. Udhtim me sfida, me kënaqësi, do të thënë profesionale shumë, edhe prap edhe përgjegjësi. Përgjegjësi. Do të kanë thënë. Po jeni bërë edhe të njohun. Po, na xhan shoqëri. Keni kolegë në shtete të ndryshme. Shteteve të tjera dhe për shteteve të tjera. Do thënë çdo gjë se ndoshta nuk jena të sigurt një diçka, marrim telefon në një shoqe të qytetit tjetër edhe ndajmë përvojën me të. Çfarë bashkëpunimi? Plus domethënë me të hujt, domethënë marrim përvojë shumë për e tyre, na rrit shumë profesionalisht, përveç trajnimeve që na bajnë, do thënë edhe nga puna e kolegëve të huaj. Keni pas një fest shkolla, një promovim në shkollë dhe unë jam dalë te tavolina juaj, kishit një projekt që lidhej me disa lidhje, me disa mikrobit, po, dhe kodim që i dole edhe foto të që në parë, kanë ba me kodim, kanë ba vajzat, që keni ba mund të tregojnë me kodim, edhe djemt kanë ba në makina me, dhe më thanë, me bateri, dhe më thanë ishin krejt pjesë, i kanë nërtu, edhe me mikrobit, me kompjuter, kanë arrit me ba makinin me lëviz, nërsa këta kanë ba një doriz, janë fotot e paraqitur në aty, me lëviz gishtat, e kanë ba vetë këtë dyja. Diçka e mrekullueshme. Apo jo. Natyrisht kjo platformë ngjall frymëzime. Besoj se ka edhe brezat më të rinj të mësuesve që janë përfshirë në të, apo jo? Absolutisht, këto vitet e fundit në çdo konferencë e Twinning Albania përfshihen shumë mësuesat e ri. Dhe duke përfshi, është vërtet që edhe ato krijojnë grupet e veta, gjithmonë me ambasadort, dhe është përvojë e re për ta, por që ka një përfshirje të gjerë kjo pjesë. Kjo është një platformë e Bashkimit Evropian e mbështetur, por që për ju është një bashkim profesional vullnetar. Vetëm përfitime profesionale. Përfitojmë, po rritna profesionalisht më shumë. Çdo vit edhe ky vit që është ende në fillesat e saj, e ti besoj se ka të tjera mendime për projektet që do të realizoni apo jo? Në çdo fillim vitin vërtet janë fillojnë tema të reja, ku fillojnë edhe ftesat e reja. Fillojnë edhe ftesa për projekte të ndryshme. Po ju bëni ftesa kur jeni bashkëkoordinues? Një projekt e kena bë dhe bashkë, kam çu ftesën dhe kena punu bashkë shumë. Si lind një projekt? Do me thënë, është një thellim i një tematike, apo një bashkëpunim me klasën, me grupin e nxënësve? Bëjnë 2-3-4 tema, ja paraqesim fëmijëve, edhe ja shpjegoj pak shkurtimisht se cilën temë, edhe këto zgjadhin mësona e temën që duket më e përshtatshme. Dikush thot një tjetër, dikush një më shumicë, kush vendosin cilë projekt vendosin shumica. Ne bajmë atë ftesa, për me më bë
bashkëthemelus me një mësues të huaj. Kjo është arsyeja që përveç se bashkëpunimit që kena me mësueset e huaj, po pse jo dhe me u vlerësu edhe nga ana ndërkombëtare europiane. Absolutisht po. Dhe fillojnë atëherë ndar ngadalë, fillojnë në çdo detaj. Fillojnë me objektivat, vazhdojnë atëherë në mënyra se si do të veprohet për të gjitha mujt me radhë, aktivitetet, dhe ndahet edhe puna me mësuesit sepse dy themelues krijojnë me të vërtet edhe grupin e punës dhe fillojnë të bëjnë ftesa, jo vetëm për mësues po thona mësues shqiptar, por edhe të huaj, të shteteve të ndryshme dhe koordinohet puna, ndahet puna. Delegohet. Takimet Zoom që bëjmë, i ndajmë. Bëjmë nga një takim në çdo muaj, edhe caktojmë detyrat edhe grupet. Është një ndërmarrje, mund ta thona kështu, një ndërmarrje e cila jep produktin e vet nga secili punëtor. Bashkëpunim edhe kur nuk e njeh, edhe kur nuk e njeh mësues të huaj nuk i njohim. Kjo është gjëja më e bukur e kësaj platforme. Kena edhe grupin e WhatsAppit që paraqitet çdo lajmërim, çdo udhëzim, çdo detyrë, thonë po afrohet data e prezantimit punës për këtë muaj, a jeni gati, ose për shembull bëjmë logon, secili shtet ban logon e projektit, edhe hedhin në Google Form, mund ta tregojnë edhe vajzat, edhe secili nxënës, secili grup, edhe nxënës të grupit, këto votojnë për logon e shtetit. Pra janë një projekt po thona, po marrim një shembull të thjeshtë, 10 shtete. Ose 30 e sa, 30 e sa shtete krijojnë logon e vet. Dhe kjo logo hidhet në një platformë dhe i jepet mundësia fëmijëve për me përzgjedh, me votu, veç fëmijët. Secila nga logot i pëlqen dhe i duket më përshtatshme nëpërmjet titullit. Dhe del atëherë në fund del logoja e projektit. Çfarë metode keni pa logon ne? Ka? Me Canva. Po. Punën e punimit me Canva. Ku kemi dizenju logon tonë, e cila mbaj mend që në një nga projektet që kemi bërë logaja jonë ka fitu. Ka fitu? Po. Sa po desha t'ju bëj këtë pyetje, por ngurova tha që ta nxirrni vetë sepse mos ndoshta nuk e keni fitu. Po 7 viteve më përpara ne shohim se u dashka mu bë më mirë kështu, edhe këta përfitojnë. Pra çdo vit përfiton eksperiencë. Po, përfitojnë eksperiencë. Kjo është një mrekulli. Vetëm mësues të tillë mund të arrijnë gjëra kaq të bukura. Shkurt është bashkëpunimi edhe mes kolegëve të shkollës, edhe mes mësuesve. Se pa përkrahjen e mësuesve dhe pa punën e fëmijëve nuk do të kishim arritur në këtë sukses. Pra, me marrë të çmime. Ky mëngjes është shumë frymëzues këtu në RTS Shkodra. Pra puna i dedikohet vetëm fitoria vetëm fëmijëve. Fitoria, po, ato përfitojnë, por ndërkohë që mësuesit natyrisht janë rritur profesionalisht, kanë një kënaqësi dhe frymëzim për të vazhduar në breza, përgjegjësi, padyshim, por në këtë rast figura e mësuesit është shumë madhore. Kur punon me pasion, çdo gjë arrihet. Është frymëzuese, është nderuese, është nxitse, respekt shumë. Respekt, unë ju uroj vetëm mbarësi. Kjo është diçka që e mrekullueshme. Kjo është diçka që nuk mbetet në shkollë. Kjo është diçka që përhapet. Kjo është diçka që komunikon. Kjo është diçka që ju them edhe mësuesve të tjerë që të regjistrohen te kjo platformë, të paraqesin projektet e tyre, sepse edhe ata punojnë. Me të vërtetë punojnë. Kjo është diçka, por vetëm nuk i kanë reklamu. Kjo është diçka që nuk lidhet me xhepin, kjo lidhet me shpirtin. Dhe kur është shpirti i pasun, nuk ka pasuri tjetër që ta konkurojë. Unë ju falenderoj shumë. Ju uroj vetëm ecuri të mbara, ju uroj vetëm suksese dhe pikrisht këto nxënës që janë përfituesit më të mëdhenj të këtyre njohurive praktike, por dhe kreativitetit, por dhe kompetencave të shtuara në komunikim, por dhe bashkëpunimeve, si janë gjë tjetër veç se nxënës të së sotmes dhe të nesërmes.
Ju falenderoj shumë. Ne ju falenderojmë ju për promovimin e pasionit të mësuesve. Kjo është thjesht një pasqyrim i punës. Madje gjithë asgjë nuk mund të jetë shterruese. Ju keni orë, vite, muaj që jeni të ngarkuar me këtë përgjegjësi edhe që e shfaq një herë pas here. Kjo ishte diçka krejtë. Edhe me dëshirë dhe me vullnetin më të madh për ne. Shumë respekt, mbarësi dhe suksese gjithmonë. Faleminderit tanë kolegët e shkollës teme dhe drejtoreshën që na motivon. Edhe drejtoresha e Kosmaqit, e cila është edhe... Jo, në të vërtet unë falenderoj kolegët e mi, cilët i kam pas kanë në çdo projekt, por nuk la pas me të ndajten dhe kolektivin ku unë sot jam me styre, një kolektiv shumë dashamirës, mesimdhënës, shumë profesionist, absolutisht kjo është edhe pjesë e komunitetit që janë shumë arsimdashës. Dhe shpresoj që këto risi dal nga dalë të fusin tek shkolla ku unë jam. Respekti dhe bashkëpunimi janë nuk na mungon bashkëpunimi. Të cilën mund të ndërtosh. Faleminderimi më i madh i takon fëmijëve, nxënësve që kanë punuar dhe prindë që na kanë ndihmuar dhe mbështetur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese. Faleminderit ju. Faleminderit.